Si kryetar parlamenti, e keni për detyrë edhe me mbrojtje drejtën e qytetarëve për mu shpreh lirshëm. Unë s'kam çare pa ju pyet për kërcënimin që është bo Naser Selmanit, kryetarit të Asociacionit të Gazetarëve Maqedoni, asociacioni më i madh, jo vetëm asociacioni i shqiptarëve, po asociacion i gazetarëve në Maqedoni, është kërcënu kryetari Naser Selmani nga një antar, familjarin antarit BDI-s, Bekir Hasani, që në emision tonin e njohin si Beqa. Kallëzomni qysh e dënoni sjelljen vagabondiane, me thonë ashtu, të një antarit partisë suaj. Qysh pe dënoni? Nuk është puna qysh e dënoj unë sjelljen e një antari partisë. Si e komentoni? Ose si e komentoj. Ajo ngërthen me sjelljen ndërsjell të gjithë atyre që janë pjesëmarrës në një ngjarje. Çdo mend që prej me sekretar parlamenti mos pritni që unë të mbështes ashtu sjellje ndaj qoftë edhe gazetarit, por do ishte korekte të... Mbështetje jo, po ape dënon? Po shtash nuk jam unë që dënoj, ka procedura për të punë, shtash dënimi është verbal. Simbolik verbal, edhe verbal neve na lun rol, verbal. Nuk pranoj, përderisa nuk pranoj një çështje të tillë, verbal, dhe me thënë gazetari si çdo një institucion tjetër që do të thënë e dënoni. Si çdo një institucion tjetër që kryen punën e vet, duhet të jetë i lirë për të kryer punën e vet. Mirë po anasjelltës. Unë duhet përmes edhe atë që si pasojë e atij perceptimi dhe asaj nevoje që të sensibilizohet i gjithë opinioni, për fat keq, edhe gazetari hyn në një shkallë të ofendimit publik. Besoj që e keni përcjell protestën para qeverie, ku drejtohet kreut qeverisë apo qeverisë, me lidh qend që i ka në koalicion. Qysh po keni qef më ju thonë juve? Mirë dhe thash, mos më lidha, qysh? Jeta, Ani folni kur me ta. kërkojmë, o me ta flasim o me këtë tjetër, por nuk dhe me thamë nëse qofta edhe funksionar partijak, nëse ka bë ofendim. Ai nuk do me thënë që duhet me hyj edhe ti si gazetari, tash falë që personalizëm a do me thonë që gabimin alarm më të madh se individi me shkur me kolektivizuar. Po çka bëhet ju për gabimin e parë të tij që e parkoi Kerin keq edhe nuk e pranoi ligjin? Jeta, të lutem. Mu që këtu është problemi i gjithë pushteteve, sistemeve tona, se gjithë çka partit duhet me bë. Nuk duhet me bë partit, më vëlla. Duhet me bë institucione. Duhet me pastru oborin tënd të shtëpia mas pari. E mandej me fol jashtë për çështje që kanë të bëjnë me atë që thuhet, për shembull, me parkimin. Ki antar të partisë njerin që nuk e pranon ligjin. Çka nuk e kam shtëpi, unë atë kam antar partisë. Është si me pas shtëpi valla. Nuk e kam shtëpi jeta se edhe unë vet kur dal atje ka rregulla, procedura dhe institucion përkatës si e përcjellet punë. Dhe u kryej punë. Po do me respektu ligjin, që me një vend e ka parku Kerin keq, nuk e ka pranu policin. Po këtu është defekti që ne bëjmë debat. Tu është defekti që ne bëjmë debat, s'po do me respektu ligjin. S'po do dhe. Edhe pitu. Prandaj kemi këtë probleme, se udhëheqemi prej logjikës s'du me respektu ligjin. Antari partisë joj, po të qashtu? Pritim ora antari partisë, pse partia? Ka institucion. Institucioni nuk ka i partisë. A s'bërë partia me disciplinu njerës? Partia... A s'bërë me përjashtu, a? A keni ju këtë mirësjellje se parti? Nuk ka nevoj me përjashtu partia. S'ka po, jo, jeta. Partia nuk ka nevoj me mbrojt. Jo me përjashtu. Partia nuk ka nevoj... Institucion përkatës ka. Pse ka njerës të tilë në partinë e ju? Pyetja është pse ka njerës të tilë në partinë e ju? Jeta është pse ka njerës. Njerës jemi gjithë. Në moment gjithë mund të dhe të reagojmë. Jo, vagabond si jena gjithë. Njeri isha edhe unë ati që merë mu dhe në ujnë. Dhe qka duhet të bëj? Grusht ata? Janë qështit moment, nuk është më përgjithësi e partisë. Dhe ishte përgjithësi e partisë një sjellje ndryshe e imi atje. Zdo ishte. Po ju keni kallëzu shembull të liderit. Nëse jeni shembull me disciplinu Gruevska, me disciplinu po thojmë na, po e akuzojmë Boban Iliçin për vagabondizëm ndaj një shqiptari, kënej, ndaj vrasis, për pranojmë Bekir Hasanin. Unë bazojmë në funksionim të institucioneve, jo partia me marrë rolin e institucioneve përkatëse që duhet të zbatojnë normat ligjore. E ju me inkuraju atë person me antarësim? Nuk e inkurajon askush. Askush nuk e inkurajon kërken për përgjegjësitë ligjore që i ka për çdo sjellje kudo që është. A bën me moralisht me ndaj shembull simbolik moral prej BDI-s me pa ndaj këtij personi kur sillet kështu? A kemi ndaj shembull moral, ka aspekti moral me vepru?
Apo këta njerëz janë çast forca zguzon kërkush mi bë kur gjë. Po çka duhet me i bë, edhe moralisht çka duhet me i bë? Me përjashtu për partisë. Po nuk duhet me përjashtu për parti. Po jo, nuk duhet me përjashtu, nuk është zgjidhje. Apo vrejtje partia, a jep vrejtje? Po vrejtje organizata jep vrejtje. Po normal që jep vrejtje, normal që A i keni dhënë? Po normal që e ka thirr kryetari i partisë, është kompetencë kryetarit të partisë. E ka thirr? Po normal që e ka thirr. Pse mendon? Pse mendon? Po tash unë nuk jam prezent. Ja ka ngre veshin atysh. Po nuk duhet me thosh tash ai ka ngre veshin si ka ngre veshin. Ka thënë që është dashti thuhet si kryetar partie. Ashtu janë sende për cilat përsëri tham, kërkojmë diçka që mos andej thirremi çka bën tjetër kusha pse institucioni duhet të kryej punët e veta.